Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Do të nisim me ekonomi. Rritja e çmimit të naftës duket se ndikon edhe në shërbimin interurban në Vlorë. Por operator të këtij shërbimi, çmimi i naftës me vlerën 218 lekë për litër ka pasoja që mund t'i çojë drejt falimentimit. Sipas tyre, edhe pse tani çmimi i biletës nuk ka ndryshuar, nuk do të thotë se do të qëndrojë i tillë. Rritja e çmimit të naftës po ndikon ndjeshëm në shërbimin interurban në Vlorë duke e çuar atë drejt falimentimit. Aktualisht çmimi i naftës ka arritur në 218 lekë për litër, ndërsa drejtuesit e këtij shërbimi pranojnë se për momentin çmimi i biletës nuk ka ndryshuar. Një pjesë e operatorëve mendojnë se çmimi i biletës duhet të rritet për të përballuar kostot në rritje, ndërsa të tjerë shprehen se nuk ka ndryshim, pasi një rritje e tillë mund të sjellë humbjen e pasagerëve të paktë. Megjithatë, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme, të gjithë bien dakord se situata është vërtet e vështirë e rrezikon seriozisht vazhdimsinë e këtij shërbimi. Një tjetër problematik lidhet edhe me vendosjen e pikave të nisjes në hyrje të qytetit prej rreth 2 javësh. Sipas drejtuesve, mungesa e lidhjes së transportit urban me këto pika ka sjellë ulje të numrit të pasagerëve, duke e përkeqësuar edhe më tej situatën. Dhe tani ne si kemi rritur, do ndryshojmë fakt. Do ndryshojmë, se ku çov Vlorë. Sa kushton bileta sot aktualisht? 7.000 lekë. Nuk del? Nuk del sa. Ja, dhe tani se kemi rritur ne 4.000 po pranë. Nuk kemi rritur. Ç'a të bëjmë? Nafta 2200 nafta. Po e majmë sot. Çfarë do bënim bi? Nuk e di ç'a do bëjmë. Do mbim si shoqëri, do më tonë shumë. Po i që fare në naftën për qefe kemi abur, nuk e se kuptoni s'kemi që abim, lekët edhe shpenzojmë naftë për gusta. Sot është rritë shmimi biletës apo do të arrisni vijë? Qa do bëni? Ku të arritë më kërë, njëzit janë kërë këput të halëgjeni fukareni, shikojnë 200 lekë, që një më të shmimi si nga do qefi një. Se qa është bileta, si punë e naftës, sot kajtë njës rajtë pas njës rajtë. Bileta e standarte. Po në kushtet e tilla? Në kushtet e tilla, mu jemi drejt falimentimit. Nuk do të arrisni çmimin e biletës? Po nuk e arritëm do të vëlla. Nuk është sa të si qytetarit ai që ta paguaj sa të bën atje apo sa të na duhet neve. Vetëm shteti merr çfarë do, ne s'marrim dot çfarë duam. Neve kemi bilete, kemi taksative, kemi standarde. Çfarë linje bëni? Unë bëj Bregdetin. Sa kushton bileta sot? 5.000 lekë, doli marr. Se kemi rritur ne. Se kemi rritur apo? Jo, po rritet me bileta se nga ata që vitin ne janë ata që s'ka kuvern më, kjo parasysh. Allergjinë të shkret. Medat të merrin e çmimit të naftës si ndikon te ju? Çdo makinë do harxhon të gjaxhita që ka 80-85.000 lekë më shumë. Do me 25.000 lekë më shumë. Do gajtet 45 litra me 500 lekë sa i bie dhe ta thot vet ajo. Ta jep vetë rezultatin e fundit. Po përballueshme për ju. Po normal ne me 3 veta ikim. Kthehemi me 3, nafta është rritur dhe flasim. Do të thonë kot. Në këtë kushte, është nevojshme rritja e çmimit të biletës, nëse do të vazhdoj me këtë rritje në naftë? Ore tani ata që vinë ne po u rritet biletën është shumë e vështirë që të vinë më. Nëse 7.000 lekë nuk është se është keq. Po të arrijë nafta është rritur në çdo vend të botës, edhe këtu te ne. Nuk e di. Vlorë Tiranë. Ngritur shpeshherë është vendosja në këtë vend. Zhvendosja ju ka shkaktuar probleme? Shumë fare, se edhe tani mi që nxoj bashkia, nxoj këtu te Kastrati në fund fare, por nuk ta vjen as Urbani më. Ka 10 ditë, 15 ditë që Urbani nuk vjen më. Pse? Nuk e di. Nuk e di. Urbani në fillim fillon të vinë tek tullat e kthehesh te Kastrati. Bënte të rrethit. Tani vetë te tullat e s'vjen më te Kastrati. Çfarë do të thotë që është favorizim për krahun tjetër? Po patjetër. Po derisa nuk vjen Urbani këtu që është këtu vjen gjithë qytetet. I zbresim këtu te Kastrati, me çfarë do shkojë ai tek xhamia ose në skel. Urbani vinte te bënte njerëz aty, mirë te rrethi, edhe i kthej vazhdonte pa të njëjtën linjë. Kjo ka ndikuar në numrin e ulur. Patjetër. Po të vinte Urbani do vinte 2-3 më shumë. Nuk vjen Urbani, s'vjen më njerëz, se është shumë larg. Në këto kushte, operatorët e transportit interurbane konsiderojnë situatën drejt falimentimit. Me çmimin e biletës së pandryshuar dhe rritjen e vazhdueshme të kostos së naftës, ata shohin gjithnjë më të vështirë mbi jetesën dhe kërkojnë ndërhyrje nga shteti për të mbështetur këtë sektor.
10 segmente rrugore të amortizuara në Vlorë ka nevojë për ndërhyrje urgjente. Të kthyer në një shqetësim për qytetar, bizneset dhe drejtues mjetesh, rrugët e dëmtuara, apel për investime të domosdoshme. Me 10 segmente rrugor të cilët janë lënë të amortizuar prej muajsh, janë kthyer në shqetësim për banorët, por edhe për biznesin. Rrugë gjithë gropa, me kanale të hapura mes për mes, veçanërisht në blloqet e banimit, janë problemi më madhor sot që ka qyteti Vlorës. Sipas banorëve të intervistuar në disa lagje të qytetit, situata është e tillë prej muajsh e nuk është marrë asimas. Krahas amortizimit të rrugës, banorët thonë se është edhe pluri dhe papastërtit. Sipas banorëve, duhen marrë masa sa më parë për rehabilitimin e rrugëve. Po si janë problemi, janë shikon veti si janë. Çfarë gomat e makinës kur shkon? Ta kanë 6, po thoj 6 muaj, kjo 7 muaj, që i kanë filluar dhe i kanë lënë kështu ja, gropa. Ja aty poshtë jetoj unë. Shumë të vështirë kam. Tu është madh se është i kompakti, po ta shikosh poshtë atë është më keq akoma. Më keq gropa. Këta e dinë që firma që punojnë e që bëjnë. Nuk janë ngopur ajo. Po si të arruar komplet, se më është vetëm aty të neve deri poshtë në atë, komplet zonat. Është më keq poshtë aty brenda në lagje. Që kur filloj, që vjetë që filloj rruga, mirë tash ato rrugët që bën kështu, bën për të mirën tonë, se neve për ujin që të kemi 24 orë, se nuk kemi ujë fare. Duhet të kemi ujë 24 orë dhe munduan ta bëjnë qeveria kush e bëri këtë, që për të mirën tonë. Po, neve ajo duhet të rregullohet edhe rruga dhe të gjitha do rregullohen. Po sa ka këtu, po si ishte kjo vetëm, është por e gjithë kjo lagje është lagje madhe fare, në gjithë Vlorën. Po kjo është kot punë se shiko tash. U hap rruga. Kalonin direkt solinat. Edhe të mos hapeshin e stërapeshin rrugët, se tash do hapet prap rrugët. Bam rrugët, mbledh ato atje dhe i sjell këtu, që të mbush gropat. Kur kalojnë makinat, vetë me plur shpia, se s'dorin, se makina janë, ngrën plurin lartë. Edhe për drejtuesit automjeteve, situata sjell shqetësim, ku rrugët në këtë gjendje kthehen në faktor pse dëmtohen automjetet. Po çfarë do bëjmë, ku do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Po shqetësim çfarë bëjmë, ku do nkuem? Ku, më thuaj. Ditë për ditë e ditë. Ma vri me bosh. Për ata të cilët ecin me bicikleta, rrugët janë një gangren më vete, ku tregojnë se për shkak të gropave të shumta janë rrëzuar për tokë duke pësuar edhe dëmtime fizike. Kjo është nuri perëndis, si themi ne. Po çikoç poshtë. Sa arrin të dyqanet, poshtë dyqaneve është për i bërët jalep. E kemi diskutuar e rithënë, i kemi bërë letër qeverisë, është gjendje shumë të rëndë. Gjithë jetë kështu ka qenë. Me bicikletë se ecën dot. Nuk ecën le makina, këta që kanë makina. Nërsa këte i poshtë s'kini vajturi, po vetë që janë andejta shkëkuq. Do bënit mirë të vinë, se do vinit duart në kokë. Jo i me rëzuar, që unë jam, jo do të përmirësuar, po do të përmirësuar rënjësisht. Është folur shpesh për riasfaltimin e segmenteve rrugore, por deri më tani në Vlorë nuk ka asnjë shenjë nga nisja e këtij projekti. Punimet në Muzeun Hebraik si dhe vonesa në realizimin e projektit kanë sjellë si pasojë mbylljen e Muzeut Etnografik në Vlorë, i cili prej muajsh kufizon ofertën kulturore të qytetit, ndërsa situata pritet të ndikojë negativisht dhe gjatë sezonit turistik të këtij viti. Punimet e nisura, por dhe vonesat për Muzeun Hebraik në qytetin e Vlorës kanë mbyllur dyert e Muzeut Etnografik, i cili ndodhet shumë pranë tij. Kjo ka bërë të mundur që Muzeu Etnografik të mos vizitohet nga turistët të vendas dhe të huaj, duke përfaqësuar kulturën, traditat, por edhe historinë e qytetit të Vlorës, por edhe të rrethinave të tij. Muzeu Etnografik ka qenë ndër vite një ndër më të vizituarit, por duket se për këtë vit ai do të qëndrojë totalisht i mbyllur. Duket se turistët e huaj, por edhe vendas, nuk do të kenë mundësinë që gjatë sezonit turistik të këtij viti të vizitojnë nga afër Muzeun Etnografik. Punimet që po zhvillohen në Muzeun Hebraik si dhe vonesat në realizimin e projektit kanë sjellë si pasojë mbylljen e Muzeut Etnografik në Vlorë. Prej muajsh, ky muze vijon të qëndrojë mbyllur duke mos qenë i aksesueshëm për vizitorët vendas dhe të huaj.
Ndërkohë që Muzeu Etnografik ka qenë një nga institucionet që ka regjistruar një numër të konsiderueshëm vizitorësh gjatë periudhave të ndryshme të vitit, ai sot mbetet i mbyllur. Një situatë e tillë pritet të ndikojë negativisht dhe gjatë sezonit turistik të këtij viti, duke kufizuar ofertën kulturore të qytetit. Muzeu Etnografik, i cili pasqyron historinë, kulturën dhe traditat e hershme të zonës së Vlorës, sot nuk është funksional. Kjo u heq mundësinë turistëve që të njihen nga afër me një pjesë shumë të rëndësishme të identitetit dhe trashëgimisë kulturore të qytetit. Për shkak të punimeve që po kryen, muzeu është i paaksesueshëm, edhe pse mund të ishin marrë masa për të gjetur një zgjidhje alternative. Për shembull, hapja një pavioni të përkohshëm pranë muzeve të tjerë të qytetit do të mund të ishte një opsion i vlefshëm për të mos ndërprer plotësisht kontaktin e publikut me këto vlera. Megjithatë, aktualisht, një nga muzet më të rëndësishëm të qytetit vazhdon të qëndrojë mbyllur dhe ende nuk ka një afat të qartë se kur do të rihapet dhe do të bëhet sërish i vizitueshëm për publikun. Në kantierin Lungomare 3 Vlorë Orikum po vijon puna me ritme të larta për një investim strategjik që zgjeron hapësirën e turizmit cilësor në Vlorë. Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet e tij sociale pamje nga punimet që po kryen atë që ai e quajti kantieri i transformimit të aksit të Radhimës. Në kantierin Lungomare 3 Vlorë Orikum, një prej projekteve më të rëndësishme në qytetin bregdetar, puna po vijon me ritme të larta për këtë investim strategjik që zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës. Kryeministri Edi Rama ndau këtë të hënë në rrjetet sociale, pamje nga punimet që po kryen në kantierin e transformimit sipas tij të aksit të Radhimës, ku shtrihet projekti Lungomare 3 e që po shkon drejt përfundimit. Bypassi Orikum Lungomare 3 shtrihet mbi kodrat e rrugës Vlorë Orikum e do të mundësojë edhe frymarrje krejtëre për Vlorën. Ky investim strategjik zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës dhe krijon kushtet optimale për vijimin e Lungomare 4 në zonën e Orikumit, duke e bërë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë në mesdhe. Lungomare 3 do t'i shërbejë jo vetëm banorëve të zonës, por edhe të gjithë turistëve vendase të huaj që frekuentojnë Rivierën shqiptare. Skënder Hitajt i është besuar mandati 5 vjeçar për drejtimin e policisë së shtetit. Vendimi për emërimin e tij në krye të bluve është marrë sot nga qeveria. Lajmi u bë me dije nga vetë ministri, i cili nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale shkruan se ky vendim është i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Skënder Hitajt është besuar mandati 5 vjeçar për drejtimin e policisë së shtetit. Vendimi për emërimin e tij në krye të bluve është marrë sot nga qeveria shqiptare pasi emri i tij u propozua nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Lajmi u bë me dije nga vetë ministri, i cili një postim në rrjetet sociale shkruan se ky vendim është i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Hita, 46 vjeç, garoi përballë 13 kandidatëve të tjerë, mes tyre emra të rëndësishëm dhe me karrierë të gjatë në radhët e policisë së shtetit. Emri i tij rezultoi ndër kandidatët më të vlerësuar nga procesi konkurrues dhe ju propozua qeverisë nga ministri. Sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuan vendimin për dhënien e gradës drejtues madhor dhe emërimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Skënder Hita. Ky është një vendim i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Skënder Hita ka rezultuar ndër kandidatët më të vlerësuar nga një proces konkurrues, duke dëshmuar përvojë të spikator, vizion të qartë strategjik dhe angazhim të palëkundur ndaj ligjit dhe qytetarëve. Policia e shtetit ka një rol kyç në garantimin e rendit dhe sigurisë publike, prandaj drejtimi i saj kërkon jo vetëm aftësi profesionale, por dhe ndershmëri, etikë dhe përgjegjësi të lartë publike. Jam i bindur se në drejtimin e tij policia e shtetit do të vijojë të forcojë performancën të rizbesimin e qytetarëve dhe të përmbushme për kushtim misionin e saj në shërbim të sigurisë dhe shtetit të së drejtës, shkruan në rrjetet sociale ministri i Brendshëm. Në 5 vitet e fundit, Hita ka qenë drejtues në qarqet më të vështira në vend, Shkodër, Durrës, Dibër dhe së fundmi në qarkun e Fierit. I qelur 10 vite më parë, Muzeu Kadere vijon të jetë një nga destinacionet më të vizituara nga turistët në Gjirokastër. Sipas koordinatores Befjola Baho, vitin e kaluar, muzeu u vizitua nga rreth 10.000 turistë, kryesisht të huaj. I qelur 10 vite më parë, Muzeu Kadare është një nga destinacionet më të vizituara nga turistët në Gjirokastër, i ndodhur pikërisht në ambientet e banesës ku lindi, u rrit dhe hodhi hapat e parë drejt krijimtarisë kolosi i letrave shqipe Ismail Kadere.
Ky muze për vitin që lan pas u vizituar nga rreth 10.000 turistë, kryesisht të huaj. Koordinatoria Befjola Braho shprehet se pritshmëritë sa i takon statistikave për këtë vit të jenë më të larta, ndërsa Agjencia e Trashëgimisë Kulturore po bashkëpunon edhe me operatorët turistik me qëllim promovimin e këtij muzeu që është unikal në vendin tonë. Jo vetëm për atë që ofron, por edhe për stilin e ndërtimit të banesës, e cila u restaurua disa vite më parë. Shtëpia Kadare nuk është thjesht një muze, por një hapësirë ku vizitorët kanë mundësi të ndjejnë atmosferën që ka formuar një nga shkrimtarët më të mëdhenj shqiptar. Vizitorët e pëlqejnë shumë sepse nuk shohin vetëm objektet, por përjetojnë një histori dhe lidhen emocionalisht me vendin e imagjinojnë fëmijërinë, ku Kadarea kaloi pjesën më të madhe të fëmijërisë së tij dhe kuptoi më mirë frymëzimin që qëndron pas veprave të tij. Gjithashtu, muzeu luan një rol të rëndësishëm në promovimin e trashëgimisë kulturore dhe letrare shqiptare, duke tërhequr vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Por, më shumë prej tyre, kjo shtëpi është një ndalesë e domosdoshme për të kuptuar më thellë jo vetëm Kadaren, por edhe shpirtin e qytetit të Gjirokastrës. Statistikat tregojnë se numri vjen duke u rritur, nëse do të bënim një analizë në vitin e kaluar, ka vizitorë të cilët vinë nga gjithë Evropa dhe nga gjithë bota, dhe kjo është një krenari për një pasi kur takojmë vizitorë të cilët e njohin shumë mirë Kadaren dhe kanë lexuar dhe veprat të tij, veçanërisht romanin e tij Kronik në Gur, ata kanë dëshirë të shikojnë edhe nga afër shtëpinë e cila shkrihet pothuajse si në faqet e librit që vizitorët kanë kaluar. Ky interes në rritje tregon se figura dhe vepra e Ismail Kadares vazhdojnë të tërheqin vëmendjen të vizitorëve vendas dhe të huaj çdo vit. Ne kemi folur me agjenci të ndryshme turistike të cilat na kanë premtuar që me çeljen e sezonit do të vinë të vizitojnë muzeun dhe shpresojmë që të kemi një rritje më të madhe këtë vit krahasuar me vitet në vijim. Vizita në këtë muze të njeh me veprat letrare të shkrimtarit Gjirokastrit, fotografi të ndryshme nga jeta, si dhe mbishkrime të Kadares, ndërsa audioguida që ofrohet në disa gjuhë të huaja krijon lehtësi për çdo vizitor, ku diferencën e bëjnë shtetasit francez, të cilët janë të njohur me krijimtarinë e Ismail Kadares për vitet që ai jetoi e punoi pikërisht aty. Qeveria australiane ka vendosur të përgjysmojë taksën e karburantit për një periudhë 3 mujore në përpjekje për të mbështetur drejtuesit e automjeteve që po përballen me rritje të ndjeshme të çmimeve. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri. Qeveria australiane ka vendosur të përgjysmojë taksën e karburantit për një periudhë 3 mujore në përpjekje për të mbështetur drejtuesit e automjeteve që po përballen çdo ditë me rritje të ndjeshme të çmimeve. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri Anthony Albanese. Aktualisht taksa është 52 cent për litër, por do të reduktohet përkohësisht në gjysmën e saj. Masa pritet i kushtoj buxhetit të shtetit të rreth 1.75 miliard dollar australian. Po ullim koston e karburanteve sot sepse e kuptojmë që australianët janë nën presion të madh, deklaroi Albanese duke theksuar nevojën për ndërhyrje të menjëhershme. Rritja e çmimeve është bërë tashmë e dukshme. Në New South Wales, çmimi mesatar i benzinës u rrit nga 1.82 në 2.48 dollar australian për litër brenda pak javësh, ndërsa nafta arriti deri në 3 dollar për litër. Shtetet si Victoria dhe Tasmania kanë njoftuar transport publik falas, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të kufizojnë përdorimin e makinave për të kursyer furnizimet. Kryeministri thekson se ulja e konsumit në qytet do të ndihmojë që më shumë karburant të dërgohet në zonat rurale, të cilat po përballen me presion më të madh. Qeveria federale ka paraqitur gjithashtu një projekt ligj që lejon garantimin e blerjeve të mëdha të karburanteve me qëllim forcimin e furnizimit në tregun vendas. Sipas të dhënave të fundit, rezervat e Australisë mbulojnë rreth 39 ditë për benzinën dhe 30 ditë për naftën, nivele që konsiderohen të kufizuara në periudha pa siguri të lartë. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme, na ndiqni në rrjetet tona sociale si dhe në faqen tonë zyrtare. Bashkë mirupafshim.